Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Baram Mustafa është një personazh shumë i veçantë. Ai ka qenë dëshmitar i shumë ngjarjeve në Tropoj që nga viti 1990 dhe më pas. Ka qenë dëshmitar në ngjarjet e vitit 91-92, në ngjarjet e vitit 97, por ka qenë dhe një nga personat që ka takuar i fundit Azem Hajdarit përpara se të vritet në Tiranë në 12 shtator të vitit 1998. Unë do zhvilloj një intervistë me këtë personazh të veçantë për ta rrëfyer gjitha këto histori, se si ai ka përjetuar, çfarë ka parë, çfarë ka komunikuar dhe më rëndësishme nga gjithat, çfarë të reja kanë sjell ai për këto ngjarje. Unë e kam në linjë zotin Baram Mustafa, i cili jeton prej shumë vitesh në Francë, në Paris, në kryeqytetin francez, në Paris, dhe në këtë moment ne do jemi një video call me të. Zoti Mustafa, përshëndetje. Përshëndetje. Për gjithë ata që po na ndjekin, zoti Mustafa, a mund ta tregoni kush jeni ju, çfarë përfaqësoni, jeta juaj tani në Francë? Po, unë jam Baram Mustafa, jam nga Baramsurri. Po? Kam 11 vite, rreth 11 vite në Francë. Familjarisht, problemet e mia personale, dëshirat e mia, por kam qenë qysh vitin 1989, unë jam pjesëtar i grupeve rinore të cilët ishin kundër regjimit komunist. Po? Në vitin 1990 u formu Partia Demokratike dhe kem qenë mbështetje të Partisë Demokratike se fruti gjitha e cila ishte një frut edhe dëshirë e popullit për ndryshim. Kam ndihmuar unë me gjithë familjen time, me gjithë farafisin ton, Mustafaj, për forcimin e Partisë Demokratike, për ndryshimin e vendit nga diktaturë në vend demokratik. Në vitit 90 u formu Partia Demokratike, por ishte një gabim i formimit Partisë Demokratike në Tropoj. Ishte një gabim taktik i Partisë Demokratike dhe si frut i këta që do t'ju shpjegoj, u bë antimitingi i parë në Tropoj. Ishte mas antimitingu që u bën në Kur u themelua APD dhe kur u bë dhe antimitingu? Në vitin 1990 formu PD dhe në vitin 1991 u bë antimitingu, në janar në vitit 1991 u bë antimitingu në Tropoj. Pra, u bë antimitingu në Tropoj në vitin 1991 për faktin dhe frut, shkak i këtij ishte gabimi Partisë Demokratike që bani kryetar Partisë Demokratike një që ishte instruktor në komitet ekzekutiv. Pra ishte instruktor në komitet ekzekutiv, prej në orën 7 e deri në orën 3 punonte instruktor në komitet ekzekutiv, dhe në orën 3 vinte kryetari i Partisë Demokratike. Pra kjo ishte parapranueshme për njerëzit dhe në mitingun, nuk e marr mend datën eksakt, por në janar në vitin 1991 u bë antimitingu i parë. U përplasëm ne me ata që bënë antimitingun dhe si përfundim fillojnë sherrat në Tropoj. Pasi u bën dasit mes dy forcave PD, PS. Ai është gabimi im. Gjithë njerëzit ishin për ndryshimin, por nga që Partia Demokratike bëni një gabim taktik, jo si ishte ndonjë njeri i keq, si ishte bën njeri i keq, po ishte instruktor. Prandaj u bën sherrri. Ky është shkaku i sherrrit. Kam folur me persona që ishin kundërshtar to dhe na thonë se çfarë u besua Partisë Demokratike kur kryetari Partisë Demokratike ka kanë vënë instruktorin e komitetit. Edhe ngjarjet rradhën njëra mas tjetrës. Unë kam ndihmu studentat me ushqime. Unë kam qenë shok me Izet Haxhi, kam qenë shok me Shpetin Balin. Shpetin Balia
nuk di që opinioni kanë tash, po atër ka qenë student i dhetorit bashkë me Pal Serreqin, me një grup studentës, po së dëmë të Pal Serreqin, djali i Alfred Serreqit, ish ministri Jashtëm në fitoren e Partisë Demokratike, mas 22 marsit. Dhe unë isha shofer në tregti, kisha para, i një mojsha, ju Jo, për gjitha ata që përna ndjekin, kërkojnë ndjes, çfarë punë bënit ju? Çfarë? Unë kam qenë shofer në morën tregtare, Baramcur. Po, dhe mbas 90-s? Mbas 90-s, kam punu këta kohë në policinë kriminale në Vlorë, kam punu pastaj në 98-ën kam qenë shofer në drejtorinë arsimore Baramcur. Po? Edhe masaj kam lanë, kam dalë invalid, se unë jam operu, kam vena plastike në 2 durët, kam blokim probleme me gjakun, dhe në vitin 1983 unë jam operu, kam vënë venë plastike aorta në 2 anë. Në spitalin numër 2 që u shatër, klinika e parë. Zotë Mustafa, tani, ngjarja e parë e madhe dhe e rëndë që ende flitet dhe sot është ai atentati i parë që ishte bërë Azem Majdarit në vitin 91, teksa ai udhtonte me traget drejt Tropojës nëpërmjet liçenit. Dhe aty u vra Isuf Haluci. Ju keni qenë aty? Eksakt, dakor, po. Unë Isuf Haluci kam pas shumë shok. Shok e kam pas, por shumë shok kam pas vllai. Isufin ishim shok, me Partinë Demokratike, me Lvizjet Demokratike, Isufi doli atër sa pa dal nga burgu, si bani burg politik shumë. Edhe atë ditë që erdhi Azem Hajdari në Tropoj, bashkë ishte Sali Berisha, Azem Hajdari ishin... Ju kujtojnë data? Ja, datat jam shumë jam shumë me datat, po të vitet po. Në thejnë? Po në nishin erdhe u dulem për para, i dulem për para në qafë në si për firë dhe atinet, u dulem për para, herë shumë erdhen, erdhen në Tropoj, shkum për vizit tek varri tek tyrbja e Devishlush, dhe të thëmë vërtetën, aty ishte shgënjimi maj madhe ma, pati për mua dhe për shumë njerëz. Kur të këtyrbe të Devishlush e mori fjallën Mehmet Elezi. Mehmet Elezi ishte, ka kaluar shumë etapa në kohën e komunizmit, në Baramcur sekretar i Komitetit të Rinis, në Tiranë sekretar i parë i Komitetit Shëndetësor i Rinis, sekretari i dytë në rreth në Elbasanit, e shumë etapa, dhe kur e mori fjallën, e tha, ky burr, nërë ato, çka tha, me këtë mjekër e vëmash që ka luftu për demokracie, për shumë qekuj në vite, me thonë drejten, aty merri me vjellë. E thash Azemit, që është telat me folkit komunist. Kur ky person, Mehmet Elezi, kur ju ka prej mjekra Devishlush, ka qenë vitin 67, du të kemë qenë, atër u kam qenë në shkollë fillore, ky ka qenë në shkollë të mesme, ja ka drejtu rinin e Baramcurit, i ka frymëzu për mja prej mjekrën Devishlush. Se Devishlush ja prej mjekrën kështu në mënyrë demonstrative? Po pra, ja kanë prej mjekrën Tropoj, e kanë rrath, e kanë masakru. Devishlushën? Devishlushën, pra kërë. Po Devishlush, ky me Metelezi. Me Metelezi me... Për gjithë ata që më ndjekin, për qenë qartë, në momentin kur u bë me ligj ndalimi i fesë në Shqipëri, në vitin 67, Devishlush, një personalitet dhe një klerik i jashtëzakonshëm, i fesë bektashiane, shumë i dashur për popullin e Tropojës. Dhe një personazh edhe sot atë dashuria për të ende vazhdon e përcjell brez pas brezi, i kanë prerë mjekrën në mënyrë demonstrative në Tropoj, në Baramcur. Në Tropoj, po, ku ishte sekretari i një, ishte Mehmet Elezi në ato. Wow. Komitetin e një. Po dhe pastaj çfarë ndodhi? Ky
ky po thosh tash Azemit, ja më t'ja fut në gjerë për të hiqja mikrofonin. Leja tha Azemit, çfarë bën tha doktorë, ta Sali Berisha tha e ka marrë. Si përfundi marraj mitingu, ajo takimi aty të tyrbe të vëshlush, këtë kohë djali Xhaxhait, Azem Hajdarit, kishte bën një aksident me makinën e Azem Hajdarit, me një Ford që i kishin falë Azemit, disa shokë të vet, edhe ishte në spital. Shkojmë na, e shofim, makina është dëmtu, mirët vendim që mira shkut, merë vendim Azemit që me çu makinën në Tiranë. Dhe i thot Jusuf Alucit, merë makinën time, venin një kamion, edhe një kamion, dhe me çu në Tiranë në përmes tragedit, për të rregulluar. Më thonë mua, ishte të PD-ja, ishte edukatët, ishte komitetet e balansurit, edhe më thonë, me qenë që isha shefer në direktiv, a ka mundësi, thonë, me në gjithë 20 litra benzin, aty është në 20 litra, në fakt, benzin, me qenë që ti ke kamion zith, isha unë direktiv, dhe kisha 800 litra fond në karburantën e balansurit, në pikën e furnizimit, e ishte në emrin tim, dhe mirë shaun e firmos shaun. Sa shpo mërë pa e japë. Edhe se këtë benzin e donin për fugonin që punon me benzin të përparim me Çavushnit, i cili do shkonte bashkë me fugonin e tina, me shoqëru makinën ku ishte kamioni me veturin e Azem Hajdarit, dhe me këtë fugon do shkonin Qani Qerjama, një djalë nga Babroj Tiran, dhe Skënderja Upi, shokit të ta shok ato, edhe të Jusuf Alucit. Edhe Qani Qerjama kishte ardhur të rrëpoj me një primitiv, kishte ardhur me një motor, java. Edhe kishte marru benzina, a i kishte pësu defekt, nuk e di. Dhe e kishte hypë në fugonin e përparimit e motorit. Okej, thashën do t'ja shkur të benzinin, bim të ke karburantu, edhe aty ishte hajnja në gruë që përnë aty, thashë do t'ja bish 20 litra benzin, unë në emrin tim. Unë kisha një fugon timin, e shëtë në fakt i kishë benzinën edhe për veti, unë një fugon si ja sa për kisha morë atër, edhe ishte me 20 litra mi dhonë për pranimit, 30 litra mu, ja hëllë firme në këtë kohë që po furnizdosh me karburant. Fugoni ishte i Suvalucin, ishte përparimi Çavushi, ishte Skënderja Upi, Qani Qerjama, ishte Petri Gjyryqi një polit, që nuk jetër në harajt. Edhe, po furnizosh, në këtë kohë vjene Azem Hajdari nga qyteti, qafë qyteti, ashtë do 200 metra. Vjen me një vetur tjetër, edhe zbret. Zbret e vjen, e kalon rruga afër karburantit, vjen aty. Përshëndetje, thot, faleminderit, tha mu bëram që dhe benzinë, e kështu, ka gjatë, edhe i thot i Cufi kishte vesh një meshin zi. Meshin, edhe Azemi thot i që thot, veshe për dësyën tim, thot, se dukit automatikë, thot, kur të dalsh me automatikë. Thot, për e kam hes tyte, nuk thot, automatikë, thot, nuk ka shto. Jo, merë, thot, edhe ja heq meshinin i Sufit dhe ma ja heq. E ka, edhe ja heq meshinin, e heq i Sufi meshinin, edhe vesh për dësyën e Azemit. E vesh për dësyën e Azemit, edhe, thot i Sufi të i qesh, po ku di unë me majtë e këtë zjas, po vesh me rrypin, me mërthy. Edhe Azemi e thot shumë mërthet rrypin, edhe në këtë kohë vjene nga poshtë, ju kanë qenë asistentët ma vonë, dyret asistentëve, edhe vjen Sali Lusha bashkë me, nuk e më kujtojt mirë, për më shkelzen hoxha më duke ta se kush ka qenë adire, nuk e maj me mirë, ka qenë me i shok tonin, edhe afrotët i snuftat e gëzot, duke si deputet. Edhe Azemi thot, unë do bie, thot,
në buja, thot, me pa, thot, të kështë një shpataja, të në atë po kishin vra një djarë nga fisë shpataja, se kur kështë vra nuk dhja, po kishin vra ka qenë ekonomist në kooperativë bujësore Margegaja. Se ekzistojnë kooperativë, ka po masë që të dhja. Edhe, thot mu, thot që mund kishtë të thonë aty të përdejëm, pa të thonë që i baram dhe të dalë spara arbenimomi, se do të vi me traget, edhe do të ashesëm për në baram të thonë, edhe mas dine do bojnë një takim. Okej, thashun, këtë kom thot, as dhemi mu baram, thot erdi arbeni, është këtë turizmë të arbenimomi, erdi nga qafë e monit, ti më shko të tragetu, në dakor, pasë nuk shko. Ja vazhdojnë i sufit e këtyne që po ishë për Tiranë, sa në falimderet, i kënë hypen si për në qytet, së është një malore, hypen në kamion i sufi me kamion në vend parë, ka me fugon, edhe shkun këtë trageti. Unë në eta po përshë shamas dite për mu takue me këta të këdes, i thonë me grustime, nuk i ka thashën përndaj ma po të reken vlati, në të kohë të vlajim, mas e gjysore është e këtë punë. Vjen vlajim që nuk jetë në morë me Mustafaj, thot, e nga që të morë dhe shaj, thot të morë dhe shanë shmonë, jo i thashën. Sa kanë gjujë, sa këtë tragete, sa kanë gjujë një të valucen. Ka thu mërë thashë. Jo mërë burë, po, tha ku është për spitali. E u ndalë, për herë marë fugunit, e dalë për më shku të spitali. Tek e rëmullaku të rrethi polisat të para që busit barancurit, unë pashë Nuri Hajdari, bashkë një shoqen sa i rrëzgjetit, sa të rrejnë gjithmonë bashkë, edhe më svetë, ku për shkon tash? Kanë plegu si sufin. Jo, këta tha se ka vdek, tha, e kanë të qojnë të shtëpia. O kusht aty, më lemë unë, tha në telefon të shtëpisë. Okej, thashon, mora Nuri në rrëtën, unë i ka me shpeci, pak kisha me më kot, nga shpecia që kisha më put rrybi motorit, e la makinin tek në fund, ke ura e fundit qytetit, poshtë varrezave, e unë i të më kam shku ke shpia. Shku ke shpia i sufit, vlad i sufit ashtë, e familjes, edhe aty në moment, në zbëtëshin, edhe ishte një fragment, që i pashë i të mërëshëm. Një vajzë, se i sufit ka pas modër, për një vajzë nuk i di kur si ishte ajo, edhe sat, po bërtit ke. O, se nuk e kena përtasim kuku femnat. Edhe i thot nana i sufit, më lëk gojnë meqë, që thot se, si ka thonë, kur nana kuku as me dep, o lumë nana, se burri des pej plumi, edhe sot lumë nana pa. E shketa. E kutim, e morëm trupin, e futëm aty në katin e pas, ishte një kat, ishte në Cadoma, dhe më thonë muë, ti bara me i stanë, me qenë të kini pas shok, me sa Mustafa një këtokën, një kushërinjë tim, dhe jam shumë mirë me ten, veç kushërinjë që kam, do të talani, thot trupin i sutit, po mërë thashun, mos e pa problem belojmë, kur s'kësha latë dekun, s'ka latë gjallë, po dekun një të jo, edhe e lajmë. E lajmë, e veshim, e kishim marrë plumat nga mrapa, edhe dalë për para të zemra, nga mas të kishte si kullot makarora, pika të zeta, se nga për para ishte banë grot. I kishin vunë pamuk e mostatik për me marrë gjakun e këta, po prafë artën dhe gjakun. E murë, i ku kjo të ashtë, do mënë kjo e qeftja, vrasja, ku pandu vrasja i Suvalucit. Kush e vrau? Ma vonë i more mërë se ka vrau Ferit Kernoja. Po pse dhe para njërë kjo ndërrimit të gjupit me përdesyn, ajo e ka vrar një distancë largët, bese? Jo, ajo ka vrar të trageti, e ka vrar në distancë aftë aty të trageti. Po e ka nga të ruar? Nuk di të thëmë këtë, unë nuk di me thonë këtë se kjo është një gjanë shumë të ditshme, por aty e ndrodhi, të mund, grupin jamori asdemi edhe përdesyn një vakë. Tash, a i ka thonë që mua, Ferit Kernoja, ka thonë Ferizle që mua i sufim ka rash punë në Tiranë. Besë një të vërteta, vetëm ata e Zoti e di.
Por kjo ka ndodhur, po thënë që ka ndodhur. Si kush i ka qelluar me shpull? Aris Karnoja në gjyq ka thonë që Isuf Alutim ka qelluar me shpull në Tiranë. A ka thënë në gjyq. Po. Dhe mbas kësaj ju keni qenë dëshmitar dhe në disa ngjarje të tjera në Tropoj, por unë them që ne të trajtojmë si çështje më e rëndësishme nga të gjitha është vrasja e Zemajdarit. Po. Në 12 shtator 1998, ju jeni një nga personat që keni takuar pak përpara se të vritej? Po. Në çfarë rrethana, sa ai ishte në Fier? Po ja u shpjegoj. Unë me Azemin ka pas shumë afrimitet. Unë shok në kohën e partisë mus nuk e kam pas Azemin. Shok mus e ka pas Talilusha. Po kene pas çdo punë nga kësalla që shumë për klasë po të leta. Kurse në kohën e demokracisë u afru me kështu. Me Azemin atëherë isha shumë mirë që Azemi kishte shumë nevojë për mua, për shumë gjëra. Edhe po, jo, më fal, me që e kaluat këtë miqësinë e vjetër me Azemin, shpjegojmë një atë ngjarjen në Theshtatës njëherë për atë mitingun e PD-s e pastaj kalojmë te vrasja e Azemit. Po. Një gjë do me tregu mitingun e Tropojës. Sepse është më herët ajo dhe ka një lloj lidhje. Me që e nisët aty nga miqësia. Po, shumë dakord. Falë, edhe në të shtatën, 2-3 ditë, eksakt para se më ardhe në Tropoj mu bo mitingu. Qershor në Theshtat. Po, në shtatë mu më sa 2 ditë para kësaj, sa të Azem Hajdari, e se më kam pas telefon shpije, për faktin se vlajem ka qenë dikur kone e partisë punë në 85 ka qenë detërmi Matja Rruga dhe në Uk Mustafaj, dhe nëna ka pas njërë telefoni në shtëpi. Edhe e trashëguam, e kena pas lidhë paralel, edhe atër e marrësim telefonin. Dhe merë ka Azem Hajdari, merë mund në telefon shtëpisë. Dhe thot, hajde në Tiranë, edhe shkojnë Tiranën, e biztum, tha, do vinë në Tropoj. Në të shtatë, është problemet janë. Tha, do në animosh, tha, me organizim në njerëzve, edhe me ata njerëzit që ju keni, që ujtë të ofër, që mos kena nëj problem. Edhe, pa tjetër, thashun, edhe unë nisa nesër, ata dhe vishin pas nesër, do nesër me i takoj gërë. Do të isha nesër, pas nesër. Edhe unë nisa unë, po kisha një punë diper. Edhe shkojnë për Shkopi. Shkojnë për Shkopi, takoj një mikun tim që kisha për Shkopi. Edhe dhe nga për Shkopi janë kupës, pas Tropoj. Për gjithë notën, për faktin se në mjesë ishte mitingu. Vinë në Tropoj, vinë mjesë në shpi, e shtajna me vjetë gjumë. Me gjumë se do vishin, do dasha me pritë ta. Edhe në atë moment, i më shoqe, po mundosh për me lyë e ishpërshime, për me lyë korridorin e shpisë. Edhe, kështë e mu edhe ne Mustafa shpërshimin tonë që merës me lyje, edhe në gjej zhumën, brëshëri, opciona, që aty kam që 70 metra nuk është prej bashkisë shpia ime. Edhe, u qoha për herë, që është bënë, thashu në Grus, nuk di gjatë, për në atë qytetë, aty në qendër. E marë, lajtë sytë atë kisha dhe ujë, e kisha marë, e marëshim aty për me pi ujë, e helë Grus ujë ftyrë, me vrapun në qytetë. Për e tjerë, i shok policinë ishin rreth policia pa armë, po vetëm duhet i marëshim mrapa, edhe po shifë për me ftyrë nga tribuna sipër, se tribuna ishte pak lartë, edhe nivelli ishte më nëllë, ku ishte tribuna e bashkia, i për në qoshet të palatit, të bashkisë në rtes, e shoh azgonin. Po, ne me azgan hapë në kena lidhe, se hala azgonin për gruja vlajtek. Edhe azgonin e kena mështet azgonin gjithmonë, se njërin pa vla, njerës të vetë nuk e respektojshin, edhe kena mështet, edhe nga misia që kishtë. A i shkop. Se nuk ishte në njëri që të marrë në atë kohë që ishte në ideologe në intencion të në PD. Po tjeshtë e një monim se e kishim mikë.
Edhe e gjënë e dytë. Hamur zënë që ke për dëmidhës. Sa shida e prishën ta fënin në yllë, tha, e shkatoj fënin, tha, pronë tha me mbra mu, shkagut më me tymër lakër. Me pa pas më në gjytë kishë vra tymër burtas. Mos e mërzit. Jo, me edhe për dëmidhës këtë ko vjen Nuria Ajdari, motra Azemit, Shqipja. E boj më abet, po të azmoni të bëra, po të shko ati poshtë, s'nur një medal, kishtë e frikë medal me pa ati poshtë. Tha, po shko shqesis një të PDP-a, të akanarën thirës dhe për skarë të Sali Berisha, ata. Po më të ashtu shkoj, 20 metra, bi postat të PDP-a, Lida ishte punojësja, i thëmë, bashkë i tjetër, është mërë telefoni e thirës dhe në kanarë. Po tha, PDP-a në thirës, të ka pas post të PDP-a në thirës. Edhe me rrethët po kanë kalu ka një gjysmë. Që s'ka në ora, 2 qërëkore, 12 km për metë është du shajt me Bramzorën. Këtë ko sa bëdalon të dera, ku vjen i foristratë. Malon, edhe zbret Azem Hajdari. Ikë foristrata, a nuk e pas kush e shofer. Edhe aty ishte, po vite nga poshtë, po vite edhe Mustafa Tahiri, është një demokrat, pa qenë kryetar i një grup seksioni aty, qytete, është një i shumë i aktivizu me PD-n. Edhe u taku me Azemi na, sot Azemi thot, hajde thot se do të bëjmë miting. Sa miting më dhe, po sa një, jo tha s'mon dje doktorët, pa, po ku është në Gjeni? Në shati Gjeni, është një 5-6 km për qyteti, eksakt nuk i di, po, nëjësa. Edhe, nuk shko në zemë, si, kemi po miting e parë Sali Berisha, në populli për Sali Berisha, nuk për ty. Jo tha doktorë rrezik, bo s'ka që rrezik, bo s'ka pun me këna. Unë pak për para, kur është post, e takova jullin. Isha aty bashkë me dëtje, thëmë, te bo, kushëni, ata më thoshin kushëni, dhe në kushëni, se po të kaloj, ne kemi lidhje me se gjyshri Fatmir Haklet, edhe baba im, janë kushëni nga nërë. Edhe, po, ata kanë pas pozicioni vetë, unë në tonin. Po, kemë respektu, njëni tjetën pa e prejkë në problemet personale të asë njëllët. Njëni tjetën, do mënë. Edhe, po më thyshin kushëri gjithmonë edhe në kushëri, sa kushëri, sa që të ndi me Sali Berisha, të ti e njef, ta njësë jo puna, unë e njef kushëri Sali Berishën, mu më kam thirë në Tiranë, u kam thonë që do t'i presë, për më i thash, i kushëri ke po kesë mi ke prish fonin, unë nuk e di sa që ka ndodhë atyne. Ta mu tha, unë thash do presë Sali Berishën, do dalë për pare, do presë për shkoj, do marrë ku tjetë. Ta mu tha, unë e kushëri s'kam pushta, unë nuk jam ty vra as me ty, s'kam pushta për ty, as për Sali Berisha, atë me kërkota mu vra. Por tha, ti kushëri nuk ta kota për me e për këratha armikën tonë. Unë nuk e di sa është një qarë misi për një me të. Edhe i kuaj, unë dajra në fundime, tash në ku mardemin. Azemi filloj me thonë, jo, do bojmë, nuk bojmë miting, të thashme, pa parë Sali Berisha, Azemi nuk ka miting. Shkun të Azgani, u afua Azgani në Ria, cila Azgani t'y fol, t'y kalzu se si zhytën, si e vraun, si e pla, atë, si e shkatre jullë i fonin, pa të vraun, si e shkatre i fonin, për e spjegon të Azemit, edhe Azemi tha atërta, të bëjmë mitimu, sa se Sali Berisha i rezikot djeta. Sa që jo, Azem, pa vdekli më abet, nuk bënë kjo punë. Edhe Azgani, tha, jo, tha, e ka mirë bërë, nuk bënë kjo punë, ta ne, tha, kjo popull vjetë delë, tha, se gjënë njëzë, nuk ishë njëzë aty, kjo popull delë për Sali Berisha, tha, e presin Sali Berisha, do di Sali Berisha. Tha Azemi, tha, kush ka bëhë më shku mi morë Sali Berisha, unë mërë, tha, shka e marë. Për shka, tha, Sali Berisha, s'ka punë me kam, ne do bëjmë miting, jesim të jarë më uvra. Sa mirë, tha shma bje makinën tonë, po tha, e murë në radio, ka pasi radio foli me, unë kujton të si ishte Sali Hajdari. E Sali Hajdari, vlaj Azemit, gjithmor riki me Azemit. Këtë ko vjen makina, edhe pas ka qenë shofer Sali Lusha,
edhe Salin nuk doli fare nga makina, e hapën derë shofim në heca zgënçash, me hyp me ik, kush është Salinushën, në timon, vjen Sylusha, vllai Salinush, pa qenë shumë djali mirë, shumë mirë, demokrati shmerë, a ishtë demokrat. Vjen sipër, me armë dorë, edhe thot mu, ku po shkon? Ta shpidojnë Salibish për pa, në hajtje të shumë. Jo thaze, kë Salinusha, e azemi, jo thashkon, jo thashkon, do vjen dhe kë. E fu dhe mes, unë ardoni, e fu dhe mes të sët milja për e shemrapa, edhe unë jetëm. Shkum të ke në Gjerni, ishte në fshatin Gjerni, aty është rrugë e drejt, ishte në forcat e një 200-300 vetë, ishte me Talbrishën, 200 vetë pothëm, forcat së komunismonit me te, i vekot policisë, forcat policisë, gjithë në adumë aty. Ishte në frikë, për marë në tërpoj. Ata proponin për iskenionin këtë një frikë, që s'kishte unë vëra kush me Talbrishën. Edhe, u taku me Salin, tha folëm na, si o gjenja kesh, në shumë më abete, sa po të si dja bojnë tha, sa është marë në tërpojti. Gjose ti zgjenë baramësor, kjo është deki politike jo të zdo një. Ti do vishu se kam lona zë majdojnë me bon. Ne e thamë, nuk e thashmë. Ne nuk e lama zë majdojnë me bon i ti. Pra ndaj ti do vishë. Tha, po atë, unë kam një informacion, tha se ka Anton Haklajt që kur dalin tribuni pari vritet. Ta është dalun tribuni pari, nuk kanë punë minë. Mos a fut një këtë ashtë. Unë, po ta mu shimene, po dalë tribuni. Unë nuk jam në një, do mënë vepi tërpojit që me ta hapë mitimun e një presidenti, si ishte president Berisha. Po ishe president dhe tyrë. Po, por po dalë, në mandatin e dytë. Po dalë me lirinjen, thashën, edhe po dalë më në liria, shifën ju, kur mos në vasi këtë përshmu, hajdi ju, thashë. Okej, tha. Edhe e la, jo, më tha dhe këtë. Jo tha, me qa inisiative delti, dhe thashtë, une e di, thashtë, se nuk kanë punë me mua as me ty, dhe e para është që unë jam kushëri, baba jem të edin, se di ke sa Berisha këtë punë, është kushëri me Isov Groshin, dhe këta gjithmonë të kushëri. Ata thanë, nuk kanë kushëri, kërkon asë gjatë. Atër thash, një gjithë është, nështë edhe kjo tjetër thash, se unë jam nga qyteti, jena afision Mustafa jena shumë, edhe nuk është levërdi e tyne, që t'ken hapin gjakderin, ose t'ken armiq në qytet. Se desën s'kanë bo armiq. Pra mëjnë, thash, jam i sigur. Po unë jam maj sigur, thash, ne jam kushëri. Jena i lake dhe e kena arrestu një e tjetër. Po që cili, në atë korrizën që ka zjel. Okej, tha unë isëm, në, ku shkup të ke në me makinë tonë për para. Thot Khali, thot nisën fota, djo thash, në zdo hira se forës për arrest. Unë e zgonim me makinë me Salinushën, shofer, ne të dalim për para. Shkum atjera, ku shkum ke pohim në qytet, sa kalum me varrezat të qytetit, i tha të zgojnë të habederën, që tha, habederën thash që mos ne blokojnë doktorin mas. Në fatë, mos ne blokojnë populli, se do dalim populli, mos ne blokojnë doktorin mrapa, makinet doktorin, se nuk di se qka pe ofën do kush, ka njërës në shumë. Okej, tha, hapen të dy dyrët, anësore, forestrat, duhet tek ke bashkia. Zbrita unë, iku Salilusha me vetur, me azgonim, këta iku në futën mas bashkia, se kishin frikë se mos po kështet pushka, e ta shojnë se kush po pështon, e kush po vrikët. Shumë e në jënë, edhe kam shku, kam hap derën e benzit, nga ka i shofer, e ishte liria mas aty. E kam dhonë dorën liris, ka dorën e kam kap nga krahu, dhe kam kena dorën në tribun. Nuk moj me egzakt se qa kam thonë, por e një që kam thonë, vlezve me motra, kjo është nusë të trapojë, ja vlen me një gju. Ka folë liria, dhe isha ma bon të mu doktor dhe i hapte deri benzit nga krahu i pasagjerit, nga mrapa, kështu, edhe ose e pjesëna si duket me në desh, edhe ma bon të me doat vi, jo, e thashur, prit. Të gjithë këshin hy, asë njës ka mon të me dalë. Kush është qënte, të gjithë ishin fund bashki, të pritëshin që mos po kështet pushka.
Sa veta kishte miting për jashta? Atër njerëzit u derdhen populli. Atër në momentu, do dhe kur foli Liria? Po, kur foli Liria, fillun me arë njerëzit. Se në për shpia ishin shefon, ishin edhe fillun me dalë njerëzit. U mush sheshe. Qëfar tha Liri Berisha, Zoja Berisha? Për zotin, u isha shumë i stresum po shifsha Berishën atje doktorin, edhe kjo po fliste, nuk e moj men, po të më ashtë në stres kam qenë. E kuptoj. Pastaj, kush e mori fjallën? Atëre ka bo me dorë, ma boni me Berisha, ma më të më shenjë, thash hajdi, thashun, doli nga makina doktori, vetëm, erri, tak, ja vash dorën për kortezia aty, i dola në fillim tribunës, erri doktori, më sa mu të rrishtu ti, vendë mërë tash, nuk vizdi mërë burë. Atë erën të atjerë, të atrimet dhe zhejas, të gjithë, të pëtete këta ishte të të Shehu, ishte Azem Hajdari, ishin po kujtohen të tonë kantenve, të tonë ishte si shkrytar partije, ishin forset Sakoli në Osmanit, hypi Sakoli si për të munat në Berishin, ta edhe filloj të i full Berisha, mu kapi për dorë, tha, të nga mas, edhe kam qenë njët me Lirien dhe me Berishën. Për ilustrim, saj, nga pallati përballë, që ka qenë është një 10 metra larg, pallat 30 metra, janë bë shumë foto nga një shtëpi atje, edhe janë bë shumë foto dhe janë bë qysh moment që ka ardhur Berisha, nuk ja kanë dhënë kuj ato foto. Këta, po i kam pas, edhe unë i kam pa. I ke fotot? Janë fotot. A mund nga të tregosh një foto? Jo, janë për, ato do të tregojnë një moment tjetër, kje shtigut do të tregojnë. E ato foto më ka thirë personi, mu ka thonë shike, kur jeti, qysh moment që është gjujtë fonia, kanë fotografu nga detaj e shtëpisë, kanë fotografu fonin, kur është gjujtë, kanë fotografu kur janë taku mazgonin. Do dhënë, jo duke thënë që, jo, tani, fjalimi Berishës në atë moment u qëllua? Si u qëllu, s'kuptoj. Gjatë kohës që foli Berisha, pati... Ja ka qenë për para. Do dhënë, ajo historia që ka thënë Berisha që ai që qëlloj fonin Masillin Tiranë ka qenë për para? Ja, nuk ka thënë kush qëlloj fonin, të shpjegoj unë. Jo, nuk ka thënë për fonin, nuk ishte fonia këto. Po? Fonia është qëllu para se marrë Berisha. Para se po. Tani, Berisha kur e tha atë që Masillin Tiranë? Po e shpjegoj, prit. Berisha, po fliste, po Berisha nga vetë natyra është nevrastenik. U e një Berishën. Edhe, po fliste, po thoshte, për mitingu, për këto, për partim socialiste, kësho. Dhe tha, Vladimir tha Fatmosnano e Din Selimi. Din Selimi ishte doktori Trëmpojan, që ishte kandidat, për ishte për PS. Po. Për këta bashkije. Po një burin në Rume i kishte bon shumë mirë Trëpojës, popullit Trëpojës, ku kishin hapë. Edhe, thot, Vladimir thot Fatmosnano në Din Selimi, se me lekë të Serbis, tash nuk e mojme se ka 35 vjetë, a tha, nuk do të mojnë 7 ditë pushtetin, apo 15 ditë, po tha, nuk do të mojnë pushtetin a 7 ditë apo 15 ditë, sem i sigurt, të do t'ja ngri, tha, do t'ja ngri, buzëqeshën buzë. Kjo, t'ja ngri buzëqeshën buzë e ka thënë aty? Po aty, në kitë kohë, dikush, nuk e kam pasë, në isha mrapa Berisht, e Liriet njët, dikush, nga populli ka thonë, a tha, Din Selimi, apo Din Selimi nuk e mojme një, po më duke Din Selimi. I tha Berisht. Në këtë kohë, një prej Berisha u shtanë, një që ishte, një aty që ishte shëqus nga këta që po shëqerin Berishën, i thot Berish, ta shau nënen, shkelqim hakla. A kupto? Po në fakt nuk ishte ai.
Jo, unë nuk e pash. Nuk e pak ju, e kuptoj. Unë si Baram nuk e pash. Si isha mas bërnjës, ishte tribuna poshtë. Po njerëzit thotë që nënë e ka shash të cim hakla. Po dhe çfarë tha Berisha? Atër, Berisha si një tropojon, që është nga tropojo është Berisha, unë me mëjën, njëri që nga politike ju këtëri personale, a i tha, atër foli, tha, du me vete atë që më shaunarën mu. Tha me vete atë që më shaunarën mu, shkëllë në hakla ishte. A kupta? Pra, kjo është ajo që piknisja, kjo është kush donë të thonë nëshej, që kush të rrenë. Unë kam qenë prezent i nërur, kam qenë në tribunë. Jam, që është zhvillu në gjarja, ma që mëj. Filoj, u i thash, mos të ne aftike, thash, ti për ikës është më në lesherën do. Qa bënë shumë rëbut. E filoj, Berisha, që është një rraseni të stjellë për tribunë, e du me veti, nuk iki pa e marrë me veti, shkon një, e filloj, i thash, prezentot, le thash mitingun, se unë nuk, jam ka iki. E më kapi, jo, tha, atë po prezident deputet, tha, pro. Edhe prezident deputet, më duke që ka qenë Xhedet Mehmeti e Azem Hajdari. Mos nga po fsha. Edhe, këtu maroj mitingun më së mëj, as nuk ka të në të kush më ne, pra, as ka të në të kush për më ne donë i gjo, kjena shkue, ishim shumë të mërzitur, me thonë dhejtë nga kjo ndjarje, edhe kem shëqru Berishën e në traget. Kjena shku në traget, më ka thonë, Sali Berisha, ti je vlla jonë, ti je njëri shpis tonë. Njëri Berisha sa, falimdhej shumë për te e për Mustafa, kjena abort. Thash une, i shalla fiton i pushtetin se su bjen me më hapë për barojnë, bëderi ato punë. Hypë në traget shkon, nuk isha unë aj që e kam fut në tropoj, Sali Berisha fitin në tropoj vetë, po unë isha garant që nuk ka shërë. Edhe e përcolla. E përcollëm aty, sa mu që po të rritonim, sa mu tha, në shkytar për tje. Për të gjënë që ka Barami, Barami e njëfë, unë fakt të rriton shehun, e njëfë kjush vitin të 10 që jam shtruën në spitalin e numër 2 të klinika e parë, e Tritoni ka qenë reanimator, ku unë jam operu. Edhe njithëm me Tritoni, ka qenë Rushen Golemi, shefe pavioni, edhe njithëm, e plus PD, u bashkunet. Edhe si përfundim, më falenderun shumë dhe i ke punë të vetë ata, dhe deri sot më ka siguran në për Barami. Pra, zhvillimi është ky trapoj. Okej, do të kërkoj ndjes për një ndërprerje publicitare. Kemi vetëm 1 minutë e pak, do të thënë që kemi një publicitet dhe kthehemi sërish në bisedë. Publicitet. Një falënderim për institucionin monetar Manigrama Kinvest që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV me sloganin e njohur, transfero shpejt, gjithmonë shpejt, kudo dhe kurdo. Akinvest, institucioni i pagesave për shërbimi Manigram, risjell shorteun për klientët e tij. Klient të dashur, çdo tërheqje apo dërgesë që do të kryeni nga data 14 prill deri më 14 korrik, pra nga 14 prilli deri më 14 korrik, me shërbimi Manigram në çdo zyrë dhe agent Akinvest do t'ju mundsoj të bëheni automatikisht pjesëmarrës së shorteut që do të zhvillohet në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më datën 20 korrik 2025. Pra në Diela Shqiptare në Televizionin Klan më 20 korrik 2025. Sa më shumë transferta me Manigram, aq më shumë merrni pjesë në shorte. Për çdo një transfer ju do të kualifikoheni me njerëz si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, pra 6 fitues me një çmim 50.000 lekë të rinj, sapo të kryeni transfertin e tretë ju kualifikoni dhe si pjesëmarrës në shorteun, nga i cili do të ketë 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj, pra 7 fitues me një çmim 100.000 lekë të rinj. Përdorni pra Manigram dhe fitoni. Faleminderit edhe një herë Manigrama Kinvest, institucionit monetar që mbështet emisionin Dekalog këtu në Dritare TV. Faleminderit, jemi sërish live me Baram Mustafën, i rrëfim për disa ngjarje që ka qenë dëshmitar dhe një prej tyre që sapo e dëshmoi është ajo e vitit 97, e qershorit të vitit 1997 në mitingun e Partisë Demokratike në Tropoj. Po, zoti Mustafa, jemi sërish në linjë. Mbas kësaj ngjarje, çfarë ndodhi pastaj mbas kësaj? Kjo ngjarje aty nuk kur dola u ktheva nga Targeti, që përcon Berishën,
Te tragedit takoj Halil Haklen, por rrinte me disa tjerë, edhe më thot mua kushërin, thot, unë nala makinë, ma bonë me dorë, nala makinën, thot kushërin, thot, nuk i kisha pritë se ti bëhesh krah armiku tonë. Thash, për çka nuk, edhe yllëm sa kushërin, për çka armik vlla. Diti tha se, sot tha, në mjesë ka vdek e Sakal Hakla, jo e thash, po tha në natën mram, është vratha të ura e zdogit, të thash në ura matit, Sakal Hakla e kisin djallë Xhaxhaj, këta Fatmiri e Halmili këta, i kanë dalë në prita, po virëse, ka plagos Fatmiri, ma spjegoj. Qa thumër, thash, zdi gjamër, la. O, tha, jo, për zotin, thash. Thash, po dhe me pa ditë, që ka po më bërisha, unë dojtë njërësha, po këtë nuk kam ditë, thash, me thonë drejtën. Tha, po, tha, më spjegoj që këshuta, e kanë arë këtë trageti, tha, edhe nuk i ka, pra nuk ka thonë bërisha, mos i futin tragete ka ik, tha, tragedi e nuk i kalon, tha, se kishë dek edhe i shok tjetër, për Koçane, Sati Koçane, tha, nuk i ka marrë, tha, me tragedin. Atër ma vonë, mora vesh nga njerëz që ata kishin arë, po nuk kishin arë këtë tragedi, po kishten ke ura poshtë, edhe nuk i ka prit tragedi, po thonë jo, Berisha, mos i prit e radikim. Po kjo ishte ajo që ishte shkaku që pas kanë pas shevën ta. E kuptova. Tani, mbas kësaj, ngjarja më e rëndë është ajo e vrasjes së Zemajdarit. Unë e thash pak më lart, ju keni qenë një nga ata që keni takuar pak kohë përpara se të vritej. Ai kishte qenë një miting në Fier dhe erdhi në Tiranë dhe u fut në selinë e Partisë Demokratike. Kishte vjen Lushtje. Po. Me datë po e filloi nga fillimi. Me datën e o 1-2 nuk mbaj më mirë, datat shtator, 98. 1998. Më thret Azemi në telefon, kishte thirrë disa punë personale, edhe më thret hajde ti në Tiranë. Pra po shkova unë. Shkoj në Tiranën, edhe më thotë u futet të zyra, dëmdëllapi është korridor, thotë ku po shkon, thotë mu, është Azemi, më ka thirrë, marr për Tropojë, thotë, dhe ishim shok, njiheshim Tropojan. Tha, u futa unë. Ta pisi po predikon në burë, për e presin nga do të ashtë, mu më ka thirë, mu jera nga Tropoja. E futëm rëndë, po futëm pak e si. Edhe më thotë, u hirë me pjetë Azemi, thotë, po të e hamë, thotë, tash, e herë Allah për Tropoja. E mirë, tha një gjithë, tha, do pëdanish, do presish një në korridor, për më tha, është do presish ki jashta, është edhe dem dëllapi, edhe e fu dorë në gjep. Në kisha të isha njëri me më pare, s'këra në për lek. Edhe e fu dorë në gjep, i kap më zerë, 10.000 lekëshe, do të merë, shkoni pini në gjë me demen, një gjysore, hajde një pasë. Hajde, jo më rrasë kam nevoj për lek, sa shumë, shka e fut kap, sham kalemo, më thonë, o lek, për karamele. Jo, tha, e më nëzër me jep në dorë me zërën, e më shtyr të dera. E më mena ku shok, thash, në dha dhemi 20, kishojmë 20.000 lek. Thash, e tha, shkoni pini kafe ti me demen, se s'di kush vjen. E tha, dhe ma shkojmë, jo më burë, thash, pa e të shkojmë. Kitë kohë, në katë, se atër përdea ka qenë 2 kotëshe. Po, te Selia e vjetër. Po, në katë dytë, soj këshkatë, ka djatë ishë zyra më shku të zyra doktorit. E pari zyra shtypit, ma se në fund doktorit. Drejt korridori, ishte mojta zyra Josefins, ma se në zyra tjera ka djatë zyra Azemit. Edhe por ishëm korridori në 2 bo me mbët, ku vjen Marrem Hakla. Marrem Hakla vjen me gjithë një tjetër. Une nuk e, për momentin, nuk e mëraj me në kush ishte, edhe përshnet Marrem, ja kush e i si, i shikoj, ku po shko këllu, thash. Tha, o të shku tek Azemi, fudet Azemi. Ky djali, ky personi që shëqënde, ishte Fred Duka, i shkrytarë Shqiku në Tropoj, po une nuk e pash momentin, unë nuk kam pas kur muhabet me te, do mëra s'kem pi kafe, po e ka nusë në Tropojone. Edhe, u futën mërëm, thash,
Po bësh me demën, po këtë sa të këto. Këtë kohë najti një 10 minuta, 15 minuta, maksimum asë, më eksakt nuk e di, po jo më shumë se 15, dolen. Përshëndetje Kushërim, tha përsëri marremi, Fredi edhe në përshëndetje, iken punë vetë, i kësa me demës. Po këta më erdhen, kur shof unë aty ishtë dritare modhe, aty të dukës nga jashtë PDA, nga obori PDA, kur shof një forestrat, për në nuk po i njëshëm atë forestrat, a ishte i forestrat që lëvizën ta njëzën e Fatmirit. Edhe ishte i Mitsubish e njërë i kuqe. Edhe futet Azemi unë, po i mua betë qa kisha ma Azemin, mjepi porosia Azemi, mjepi letër për mja dhonë dikujna, se nuk mund të thëmë, edhe iki unë, shkojnë të rëpoj, mas të 10 ditë, 12 ditë, i takoj ke data 14, i takoj ka 12 ku e vra Azemi, se varos... 12 është vrarë Azemi në orë 9:12 minuta. Pa, ta shekësa. Unë kisha arë në Tiranë, si isha detëria simore, dhe kisha arë për të marë librat që kishte furnizimin për rrethën e Tropojës. Librat e fëmijëve. Nxënësit e shkollës. Edhe në qytetin e Nxënësit ka qenë një magazin, edhe u fushë makinat në radhë. Ishte radhë e modhë atje, ishte ka kërau Shqipër, ka ekonomi, ku më zgap, jo, nërtimit, i ku qanaj, magazina, që po kujtohet mirë, qanaj, ishte rruga maj, edhe ishte magazina, edhe ku ishte makinat me radhë. Najtëm 2 ditë, najtëm në radhë për shty makinat, se një makinë bënte 2 orë, 3 orë më ngarku. Edhe ishte 20 makina. Edhe se vërsh i makinu afronte të dera, si ishte qumi, thia jo. Merë radhamu ngarkova atë dite me datën 12, ngarkova, edhe zite ke të ushtarë pa njofë, se lo fogonin që kisha une, fogonin e mazë, 5 tërës, edhe lo aty, të ushtarë pa njofën, e parkova edhe shkojnë kam të PDA. Shkojnë kam të PDA edhe në sipër në katrin e dytë për balë kishtë lokali qadra, si ishte guzim biberit, kishin tjerë, kusë një kuksion, e kishin lokal që mu për balë dherës PDA-s. Edhe atje sipër ishte, në katë dytë ishte Ali Ponori, Ali Hussein Ponori, ka vdek, për e kam kushin nga nona. Edhe ma bërë me dorë, hajde sipër. Dalë sipër me pi kafe me Alin. Nuk isha shku me të taku Karkanën. Tu i shku në aty, me hypë të shkallë, me hypë të këtë lokali, ku shova Azemin, del nga PDA, dhe Fatmia zbret nga makina që kishte sjell makina shoferit familjes, duket ka qenë sa misula. Edhe i bjen aty dhe bashkoni vinë me po distancë afrë, 50 metra, e në thëtë mu, ha, puti. Tash, narkova librat, tash, fësere, të mëve shumë, jam të pithaj kafe me Fatmira me djali me vajzë. Dhe kështë 7 zonë me këtë djalin tjetër të fundet. Edhe, po, më thotë, edhe, po shkemi pi kafe. A do rrisht, thotë, hajtë tako, më thotë, pim kafe nesër, nuk e di më duhet me ikë shpejt, nuk e di, thash edhe, po më pret Ali Ponori, thashën. Edhe, ja boni me dorë Ali, si ishte këtitarja, kthej kokën, se një është mirë, type sipër unë, ta iken, ku shkoj sipër unë, Ali Ponori ishte me Ismet Haxhin, të i pi kafe, edhe me një tjetër me Hamzavdi. Hamzavdi ishte për batim, jetë pa i pononte me policinë, disha pononte. Po me Ismet Haxhin nuk flitësha. Nuk flitësha, Ismet Haxhin ishte shef qarkullimin brancor, dhe mu nuk më dha, nuk më afirmosi për fugonin e detërisë hasimore, për që është aksidentue
dhe për me marrë lek drejtoria me blej fugon tjetër. A kupto, se firmoske. Faktikisht, ai kishte drejt se fugoni nuk ishte karambolu, po i tha shok, më qenë kështu për me fitu drejtoria e me blej tjetër që ishte prish. Edhe nuk thirrsha me Ismetin. Megjithëse i kisha shok. Izetin, shok i Lirin, vllajën e tij kishin punuar në policinë Vlorë bashk, shok i Samedinin, nuk thirrsha me Ismetin, se na tropejon e kështu jena. Edhe na ngel shefi kollaj. Kur shoh Ismetin nuk shkoj. I thot Alia kësa kamarë, shko bjerë i birë Baramit, e bjene i birë Kriko, thash jo, ja marrë në dorë, ullën tavolin tjetër. Nuk i thash jo, Alisi nuk flasë, nuk vjatë të dhështë. E piva birë në avash, paguj 50 lekshën, 50 qendarë ka ishte. Ajo, bira, Kriko, e vogël, bje poshtën. Kitë ko përsëri, qajtë rasisht, den azemi nga lokali, me që thot mirën e me fëmijës ishte, edhe më thot mu, po te ka po më rumua, thash jo për zotin, qa drujt me, ka 2 qesh. Edhe, thot mu, thot, jam të ikë, thot, pse ka shpeti, thash, sa jam të ikë, tha, për me po, thash, që e kem qu, tha, këtë të vëshjaku, kaseten, emitimu që kam bon, tha, në firë e në lutje, edhe do shok, ishe e aku që të vëshjaku më duke djep të lajme në orën 8:30, më s'ka po fshat. Edhe, jem të shku mi po, tha, s'ti ka dormi ti, okej, hajde nesën të mu përna, jo, thash du me ik nesën, e kam i qo libra. Ku të shkosh ta të Ismeti për burën e motës, të motë po të thashon, hajde njem të shku, ja vazhdojnë, më tha, Ademi, më tha diçka mu i kyti për diken, i pa emër shumë, kyti e ki pa kushën, edhe i thashë jo, kam 3-4 ditë rruga se kam pa, okej, më tha mu, tha, po një të fala kushët, edhe thuj që Azem Hajdari është burë ma fjallin. Bojt falen da kordi i ka mëne, edhe i ka më puntime, shkajtë shkolla bashkume, e në makinën, sa ty ka pas pin burë motës motra, e mu përbal, ku ka qenë gjëntori aty në cepe ka shpin, e futin të i prakim aty përbal konservimit gjakut, edhe e në makinë niku. Këtë kohë sa futa ndoshin, por rinfa kur këj burë motrës, Ismeti, në me të pasë nuk jetën, në kërset sa u bërëm, thot, amarove pëse të shumë qake, për talë shë. Thot, hajde thot që kanë gjujtë nëzëm Hajdarin të bëdeja, kur la të bëdeja dash e lashë. Dalun, shkoj me marë makinën, para makinës tim kishë vu makina tjera, që unë thash da ka ora 8 manë. Kishë vu makina tjera, në radë, thena, edhe përbal shpisë, përbal derës, hyrjes, modëstimet, burë modëstime shpip, ka karë, aty, ka shis shkollës bashkë më Skënderbej, ishte i shok i tyne, ishte një lami, thonshin, islam, edhe i kisë ndërë, i thash, ola, ama e be, kisë një bezë 220, ama e thar, o 200, ma e thash në makinën, se këshu, jo, po vjetë qëmë dhe ke bideja, në qelë që shko vetë burë, pasë se më pjarë, me qenë se ka ndonë në gjarja, s'koj të bëdejon, e la makinën tu, aty afresir ku ishte vra, ku ishte makina, ku ishte makina e këtyne, e Fatmijet e këtyne. Edhe, ishte një lush aty jashtë. Të mua, qa bomër? Kanë vrazim, ta thumër tash, po kur vla, ku shë vra? Sa mu tha, po tha, e kanë vra, tha, ja, kanë shumë shumë, Fatmijet e këta, qa thumër, po ku kënë? Tu, edhe, këtë kohë, erën policia, s'kishë nëve policia akoma të është. Erën policia, po binte i vesë fije, ho. Po, ka qenë duke rënë Shqip, po. Edhe, erën policia, edhe po veshin tash, e shëritin, s'kenë krimi. Edhe të makina e lomit, që bon ladhër kjo, e ratash një më ty po. Po të ideja të si ju bërtit që politet nuk kishin frikë, nuk të kontrolbonin, po s'kisha pëse. E largunet e shritin, mora makinën në zora, thash, po shkej, jo s'kep se shkom, thash, sa lushat e spitare shtak sekondi. A e thash, s'kom shumë bëjnë,
Kësaj na shkoj të shkolla bashkume, edhe gjatë rrugës që kam shku tek shtëpia të shkolla bashkume, në spitali, kur kam pa i vekon e Baramcurit, edhe ka dalë nga spitali, po policia të di se nuk pyetën azion edhe gati si më shku miraun, kur shof, ishte Agim Logi, shofer një veko, edhe ka një sipër. Ka shku për nga kino studio, rrugës sipër, marrë vonë, ka marrë vesh, se në atë makinë, pas ka qenë Naim Çongu. Naim Çongu në pasur. Edhe pas e qenë Naim Çongu ishte vra në dhem ku është vrazëm Hajdari. Se ka qenë me Fatmirin, me Naimin, me Fatmirin, Naim ka qenë me Fatmirin e me Jahan. Makina dhe i tjetër ka qenë. Edhe e ka marrë vesh që ka qenë, edhe kjo është ajo historia e Azem Hajdarit që unë e kam takue dhe kam kërku. Edhe, më falë, edhe ditën e nesërme, kur unë jam dalë për me ikë munis për Tropoj, Alip Pënori, ka dalë nga shtëpia e vetë, se aty rruga një Zemeka është, nuk e di se e djena të shkollën bashkume, këtë studiot, rruga një Zemeka del nga Alliasi, del sipër, tek me konservimin e gjakut del rruga një Zemeka, aty doli Ali Pënori, aty kishte shtëpi në Allias, kishte pa pallat, e kishte marrë. Edhe ishte përsëri me këta, me Ismet Haxhin, edhe me këtë Hamza Avdin. Ma ka ba me dorë, ka kalu poshtë, ka një pun vetë, pra du me thonë që Ismet Haxhia ka qenë me këtë, dhe kur kam taku Ali Pënorin, Ali Hysenin mrapa, kena pi kafe, masi shkohen Tropojën, mua kur kam shku me librat, për ta kalzoj që më kanë nodhë se këtë është hera po që pëthëm, mu më kanë dalë dhe më kanë marë peng në puk. O, pse? Po, kanë marë peng puk, qoja për me vjell libra, po më kanë marë peng për me ditë, qka më tha Azem Hajdari mu. Kush mori peng? Njerëz pa njoftu më kanë gjujt me armë, më kanë blokue, më kanë marrë makine, më kanë vunë thes më kry, e më kanë quë largë puke, makina ka metë në Shafalet, ku i nga këtu i këna gjithë makine në bosh, ku kam shku nesën, dhe nesën mjesë, ku më kanë pytë mua ta më kanë keq trajtu, më kanë masakru, kush qatë sa Azemi, dhe i thash unë, Azem Hajdari, kush për këtë tha mi botë fola. Sa nuk ka thonë Azem Hajdari, me i botë, s'kisha qa, të më honë, u dashke me ma puni zotin mend, thash mua Azem Hajdari më ka thonë me i botë fola Bedris. Bedri Hajdari, që ka djallë Xhaxhaj. Unë me Bedrin kam qenë për i shjerë me të thërë, nuk kam qenë mirë, si ishte elektraut, kam pa bon debate, dhe kërë më ka pajtu me të dhe, më tha që thuj, që Azemi ma fjales, më ka pajtuaj, do të mu pajtu dhe Bedri, edhe kjo ishte. Kur ju thash këtë më kanë lëshu, të kanë qenë të i masakru, dhe që më kanë ra këtë që më kanë sakatu, edhe më kanë leon. Kanë thonë, kjo është hera parë, jetën time që po të regoj këtë. Kam bodë rëndësimin, në polici, për së kam thonë këtë. Më kam thonë se nuk di pëse më kanë morë. Se më kanë thonë, me bo me dorë, me thonë ti këtë, ti e i vdekun, ti e familje jote. Pra, mas 30 vjeç për jo të regoj se për këtë punë kanë morë këmë. Kanë masakru. Kjo është hera parë që thonë, para policisë, para kujdo, dhe njes, jam qumë kishin lanë diku poshtë, e kam hetë thesin, e kam pa në kisha në kokë, kam dalë, jam dalë në rrugë, isha një vend poshtë, jam dalë lagë rrugë një 200 metra, kam dalë në rrugë, sa jam njësë në kam me shku aty, kam hypë një makinë, rasti, nuk u thash atë që gjonë, shkova ndrejnë policit pukës, i thash shumë më ka ndodhë, kanë marrë peng, nuk ditë, ku ke makinën, në Shafalesh më kanë dalë, më kanë gjujtë më armë, e kanë bënë ekspertizë dhe plumat që kanë gjujtë nga masë, se së në lurva une, ka qenë njët me trupin tim, ka ra plumi nga mrapa,
shumë pluma ka ra në gjamë e anëzë, po një plumë ka ra se dile në shtetësen, njët me trupin tim. Dhe e kam pas e këmishën, se këmishë kështë atë se ka të në vapë, mishën e shpu me në cepin, trak, edhe e kanë pa në ekspertizë dhe pushtë. Shef komisionati ka qenë një me mustatë, nuk jam mojë me dhamë, dhe ka 30 vjetë, po jeton të në kërë bushat. Në bushat Shkodrës. Atje ishte, atër ishte i vunë nga partitë dërmëngi dëmën, ishte, se atër ka qenë. Edhe e kam bon dërënëzime aty, dhe nuk ka morë asë i loj përgjigje për këtë e tim. Asë kena shku, kena gjithë makinën, e ka bërë shkrejt, e kanë bërë ekspertizën plumat, shkatrume, pasakrume makinën, muë, më kanë pas, që sham koni bom, si më kishën ra, me shkel, me më thes, me një shkop, në shpinë, edhe, sot për ju të regoj, është herë e parë, që për javë thëmë ketë, mu më kanë kërku qatë, sa Azem Hajdari, dhe kush është kushërini që ta. Pra, ky mohabet e dinte vetëm Fatmirja, Azemi, Fatmirja dhe djali e vajza. Djali e vajza kanë qenë të veçër, atër. Po ishin të Kiri ka qenë një 14 vjeç, 14 vjeç, e Ajerudina ka qenë një 6 vjeç, 7 vjeç. Edhe është. Kjo është ajo që po të thëmë këtu dhe unë po ju të regoj publikisht se masakrimit që mu ka bo mune në mujnë shtator në Puk, mu ka bo për të gjithë kush është kushërini. Pra, këtë muhabet e ka di vetë Fatmirja dhe Azemi. Azemi dike, po Fatmirja nuk e dike kush është kushërini. Dhe donë të, se si është bo kjo punë, nuk e di. Se si doli kjo punë. Se si me marë mu me më thonë, kush në kushërinit që të ka thonë me i botë fala, dhe mu më dha zotë, thash Bedri Hajdari, djali Xhaxhajtina, dhe kjo është ajo që mu më ka shtu. Përse Berisha nuk shkoj më pasaj në Tropoj? Këto nuk di të thëmë, se unë nuk jam, unë me një gjë, me Berishën, unë me thëmë drejten kam shku të Partia Demokratike, gjithmonë kam kontribu në gjithmonë lëvizjet, për shembull një rast ishte Ilir Bano, ishte deputet i Lushnjës, me Kolin Gjokën, e njëri i shkrytari i frumit e nërë Partia Demokratike, i kam shku i kamon Tiranë, i kena punë Tropoj, do vinte edhe kryetari i Partisë Demokratike Tropoj, Xhozef Mehmeti, por nuk mujti për më ardhë për aty se i vdic, kur po këtheshin, i vdic doja në Usestina, dhe kam shkon, i kam marrë me makinën time, kam marrë dy makina tjera shëqëruse, po ata ishte në lërë, kur ku mu afru me ne, kem shkon të raget, i kem po takimin në mirë, në lërë që në Vadens, me struktura Partisë Demokratike, aty kishin arrestuar, nuk ishte viti 2000, më zgaboj, atë në 2000, ishin zjedhjet e pushtetit të ka diçka aty, ne kishin arrestuar kryetarin e Partisë Demokratike Lars Vadens, kishin arrestuar shumë njerëz, kishin bërë disa debate në zjedhje, kena shku në Shkodër, i kanë djerë, kanë nërhy me kryetarin e Partisë Socialiste në Shkodër, i kanë liru nga burgu personat, i kështë malu policia, kena dalë në Kry Bushat, ne ka dalë polici edhe civila. Dhe ne kanë kontrollu, dhe më thanë mu, pëse që ke nalu polici? Ku më ju nalu polici? Se më ka darë, thash. Pa po thanë në Laxvaden si për kurmër, 5 minuta. Se logariti nuk dishin ata, u këzëdha në urë me nalu, e nuk e dishin se nga erdha, sa të ishin 2 rrugë, a erra nga Mjeda, apo erra nga Shkodra, edhe po me qenë zhë tropenot, me ndoj si ka marra ndaj. Tha 10 minuta. Sa që ishte rruga nga Laxvaden aty. Jo më shdo njës, unë në aty kam qenë, thash para 3-4 orësh, dhe ata i kam shok polis, të njifsha, nga që kam punu në drejti. Thash, ma bon me dorë, për shnete, hepshet, ika. A e takuat Sali Berishën që nga i moment e keni takuar? A ditet që tash, a ditë që qovan Tironta,
Ilir Banën me Kolin Gjokën, unë e prita poshtë të PD-ja, hypën ta, ja çun kasetën, pastaj e kam taku Berishën, faleminderit. Ka thonë, se më tha mu nuk merr asnjëherë lek nga fondi PD-s. Unë nuk marr lek nga fondi PD-s. Unë nuk jam kunoti shoku Xhamal. Unë nimoj kontribuoj në Partinë Demokratike me mundësitë e mia. Nuk kam para për t'ju dhënë, po amon puna ime është pa pagesë. Dhe Shaban Memiz, ai i ndonte fondet, por jam thonë, unë lek nuk marr. Ti marr deputetit që i tropoj, që i shoqëroj, nuk marr lek. Mos e shkruaj emrin tim aty. Ishte Partia Demokratike e Tiranës në katë parë, e aty ndajshin lek, e jepshin tyne e kontribueshin. Kur s'ka marr lek ndonjëherë? E kam taku Berishën, edhe që më ka ngel qefi mu, tek Sali Berisha, më ka ngel qefi, mund ta them, vitin 2007. Pse? Ne ishim shumë të aktivizuar me organizuar Partinë Demokratike, vitin 2007 ishim zgjedhje për shtetin lokal. Sali Berisha dihet se i vend ka fuqinë, i vend këtë don aty. Por nena sa në kryesinë e PD-s Bramsov, ishte vllajem aty, ishte edhe tjerë, Mustafa qytetar, që do të caktoni, do të propozoni 6 kandidatura për kryetarin e bashkisë. Edhe tjerat i skualifiko kryesia PD-s Tiranë. Okej, dhe me shumë vota, në kryesi doli si kandidate gruaja ime Tafina Mustafa. Ishte me shumë vota për kryetar e bashkia. E çojnë Tiranë dhe pa kuptuar këtë punë, u bjen vizë kryes të 6-ve dhe del kandidaturë Nurdin Ahmeti. Është nip në tek Berishaj, si tyne, dhe është një pyetje, ky punon të ekonomist në Shfrytëzim, po s'kishte as antar i Partisë Demokratike. Pra, ai nuk e di po nuk kisha ardhur me mbledhje as nuk e dishin vallë. Edhe vend. Mu ngeli shefi dhe i them grushtimin e dalës del kandidati pa varme. Edhe del, regjistor kandidati pa varme, edhe shputi, thash nuk do shkoj mas PD-s, do i lërë punë vetë. Këtë kohë, e merë vesh Berisha dhe merë telefon, ishte deputeti i Shkodrës Ferit Hoti. Po? Ferit Hoti ishte edhe këshilltar për Berishën, për mjekësinë, nuk do të di për shka për ti, edhe merë telefon. I kishte ra numrit, unë isha në gjumë, qëra i telefon me 20, e shumë celularin mjesë në një telefon lita tek për mu karikua, gruaja ime më në telefon nëse dikush ka problem të koka, nëjë notë gja, shpirë tonë, fisit tonë. Edhe, të duesh për me ditë, edhe shofër, ashtë po ki numër me 20. I binion, kur thot jam Ferit Hoti, jam thot këshilltar, e një fras si e emre, në godën si ftyrë një kjo qenë i burri shkurt, e disha se të të lidhe me Partinë Demokratike, po i të nësën, do në punante. Edhe i them, urnë qa ke, i që thot, doktore thot, do në thot për mu taku me të thot marri, për qa thashën, sa për këtë jo, thash, nuk e thuj doktorit, me mua, as mi mes, as mi mroma. Nuk t'ka marrë mik, thuj, por mik nuk jena bashkëmismo, unë me taku në rrugë, makina jote nëse është e prishme, unë nuk t'a dhej kavën, ama me të shty nuk shty. I kam thonë. Edhe, jo e futi vlajnë ti me anegë, dhe unë nuk prendova me shku. Nuk prendova për me shku me taku, se më ngeli qefi të mërësisht, për faktin se ata kishton mua ti qatë kështë, ti e zloti për ne. Dhe ma bon, pra ketë du me thonë që aty unë thash, unë nuk jam kundër Partisë Demokratike, nuk votoj për Partinë Demokratike, ma as për kërkam. Dhe nuk e di, a mund të them këtë tjetër që më kanë bon vitin 2009.
Po patjetër mund ta thuash. Vitin 2009, unë vuj nga vend e gjakut, dhe jam shqive, jam me vena plastike, dhe jam operuar në klinikën e parë me doktor Gazmend, ka qenë dhe Gazvinçani Xhaxhi, po doktor specialist Avdi Bala edhe Mont Kapitani. Edhe Dušan Golemi shefe pavioni, Titan shefu ka qenë mjek rëminator, e tjerë, shumë aty që jam bo, si i shpisë jam shtu aty shumë shpet. Edhe kisha për të me pavdon fjallën, doktori, se do të tërgojmë në Itali për me t'i pastru venat, se ne nuk kemi, se kishim mundësi këtu në Shqipëri. Po faktu edhe kesh rëndu i fije, po me qarkullim në gjakut, edhe sa bëni analizat në Bërëmësor, ati që dëshikësha për Tiranë, me merë telefon në Nurdin Zallë, i shoferi i fugonit Bërëmësor, Tiranë Bërëmësor. E bënde për ditë. Edhe më thot, kam i përësi, ma ka dhënë shok i zarf për ty, thot, edhe i ditë para, thot, dëvi thot në Bërëmësor, hajde merë këtë zarfin. Thot, qa zarfi, tha. Tha, o këti shok, tha, jam i juti, tha, une do vi, tha, një shok, do ta morë këtë zarfin, tha, po une nuk mundëm se 11 nete do iki këthena për Tiranë, përndaj, po kam i në Tiranë, në orën 5 darks, nuk më shkajt ashtë në 3 dhe 4 kam takim të spitali, për gjenën të më shëndësore. A mone, pësash, i shola vjen a i ka ora 10 i gjyrë, ka ora 11, po njësa është 3-4 orë, 5 orë, edhe prita, unë shkajt, dark i hanë ordin, sa pët nesër, sa pët e, sa është në dakor, ku takon të pikirudja, këtë pikirudja kanë kushëjt e mi, Mustafa, edhe, hypat nuk i sharë në ordin, hypi të lokali Sipron, edhe takoj të veranda, të është një veranda e mushtë, kushënjën tim, një nërë këta 5 lazit që janë Mustafa pjestar dhe honë përnar pikujtjes, pikujtje madha, jo. Edhe po pishim bile, sa qëtë me pinë në lëngë në gjo, sa birë Amstel. Okej, morëm 2 Amstelat veç. Edhe ullim aty në verand, me prit në ordinin, vinte shoferi i fugorit, mirë të fugorit, dilgën pazar me morë pasagjerët. Ku palë, aty mon, është në fund është lavash. Edhe ishte burri motës tyne, ishte shofer shëtzim, me gjithë rrujnë me motrën. Edhe ja kam quaj, thash, kamaret qejo 2 lanë, gjitha tyne, po lanin tapet. Vjen në ordinit, më thot, i fëllatun, edhe ishte zarf i vogën, shumë i vogën shumë, më thot, ta shenë në ordin, ko, kësho puna, tha, ma ka dhonë, ka ma dhanu me telefonit, atë në gjallit, s'ja kështë dhonë, këtë zarfin, tha, burë dhe thash, po kam ikë më burë për Tiranë, që thash, jam, kësho kam hallin e gjakut venave, tha, bënja burë, ati një mirë bëllë, e morën. Po zarfi ishte zarfi vjetë, nga kati parë, që unë ula poshtë, tek veranda me zërë mora. E futa të gjepi, kisa një mish me ka shkuta, futa këtë gjepi, e ula me prap të pja birë në Amstel me skanderin, këtë kushërinjën tonë. Edhe, sa kushërinjën, qa përësik, edhe shma ka thonë që shërtu, nuk e di ku shaveç, ka marë me marë shtë të gjashtë, aj, e mora në telefonat djallit, sa, ose shok jemi që kam në Spanin, tha, po dur, tha se, kam një adres, tha, pëse qohë me së më se mërë burë. Zdesh ka burë, tha me ditë kush adres, më të akord mërë. Okej, edhe, kaq, dole unë nga ajo, pikrujtja vash dorën, paguale, hypin makinë, ku shkoj, ku dalë në bulevard, ka policia, në alo policia më thonë në kontrol, jo thonë, dokument, ja vash, do vish në komisar, se më në komisaratër. Ta këshu, ka dhënë urën, të akord më tas. I vekëja ishte aty. I vekëja nuk niste, unë nisë poshtë, se nuk unë niste. Edhe hypi një polit me mu, shku më komisariat, asë i vekë, asë kërkush, shku më komisariat, më thot,
do vështë zyra shef krime, me mbylluj derën, vjen një oficer aty krimësh, thot do bojmë kontrol makinë. A ka gjë ndalum? Jo, hajde thash. E bëm kontrol në makinë, s'kisha vetëm zarfin me ato analizat. Që poshtë, e pau, e dha për zëzërbalin, bani për zëzërbalin, ma dha, s'ka gjë ndalum makina, e mbylla me qels, edhe hajde thash, kum na, drejt tu, tek shefi krime, me dokumenta makinës në dorë, me të na ishën rregull. Thot mu shefi krimeve, cilon sa mu tha, qa keme vetim, tha mu, ku tha në gjeva, po më i në zora 150.000 lek, celësat e makinës, isha gjatë tjetër, e në zora i lash aty, thash, të rëllo, tha, e mirë po, a kishë tjetër i shikoa, ta shumë që edhe të gjepë, mirë që kam i zarë, thash, që më dha në Odin Zalli, do vinë një me marë, së ku shërtaj nuk e divesh, ja ka dha finoni, atë t'i djallë që moj me dhemni. E mori, erën dashë i thirë dhe këshpet hapën i tha, tu ka kokainë, tha. Qa kokainë më dhe që e thu mërgur. Kjo zarë të ashtë, më ka thonë personi, tha shumë, për s'pëm bje me dhemni. I kam harruat idealit, po e di, se ku shashtë. Tha edhe, sa sholla ma dha në Odin Zalli, shtolla thërë në Odinin. Që ku kini në Odin aty vla. Kam Skënder Mustafën Kushërinin, që ku kini tabulat telefon, urna numrin. E hapën? Për gjënë. E hapën? E hapën. Po e hapën zarfin dhe ishte një copë vogël, kështu, unë hashashin, u kam punu në policinë gjorë, për kujtë e fmive, se kam njoftë. Edhe se bëra mu, as nuk pi hashash, as pi dohën. Edhe, ishte një copë vogël, një kaq, i copë kështu si barë, gjitha ishte aty, jeshile, edhe, sa kjo është 2.5 gram. Qa pas kanë pas ligji që nga 2.5 gram me të kap mjedi. Me të kap ligji. Ka thonë më rëllatë shumë. Ka për një vlatë ashtë të një njerë që kam ikë për Tiranë. Kam takimin të thotë, sërë në Odinin, e në një matë nisën. Që në duhet në Odinin, kena ty të mu. Po qa mu vla? Asë nuk sërë në Odinin, në futën në burg, ka morë avukat Bujar Hotin, në Shkoder, ka kërkuj milion lek, ja dham, ka pa dosjen, sa mu tha ti do të nësh 8 vjetë. Qa thumërë? Po. I kam bo letër Sali Berish, sa më kanë arrestuar. I kam bo letër shefit SKB-s, se është deputet i PD-s, thot për tërpojnë. Ishe shefit SKB-s. Si më kanë trillu mërla, s'jam unë mërla. Që është ke punë. Masëllaj, këta shkojnë, edhe e mo e përshojnë, nuk ishte 2.5 gram sa ishte ligjë, kjo, edhe nuk isha asë kisha asë kur gjo, edhe intrigojnë. Futin merëmetash, kur e panë që nuk ashtë të mas një muj, thonë, ti thonë ke pas edhe një qese hashash në makinin, por e ke helë para komisionatit, po ku mërë kam helë, se që e thonë lo, jo, ne e dim, kene dëshmitar polis i vekos, qa polis ka qenë masë. Ku ka qenë polis i vek, ma kishin intrigu aqë shumë, kishin intrigu pasha kujt e fmive, pasha Allah, para Allah, para Zotit, s'kam kur gjo. Ma kanë intrigue dhe shmem shkatruhe. Dhe ma ka thonë Bujar Hoti. Kur kam kërkue, u kam kërkue në gjykat, e sa shumë kërkoj, sa shumë pra, për shkar ka dosja, gjykëm shkurtu me dhe avukati. Jo, ta zduhet me ta thonë. Thotë Artën Haradini, Mimoza Margjeka, edhe tjetër. Sa po më kanë denu mu, 8 vjetë, Mimoza Margjeka o ikë zyrstare, e kanë qujë zyrstare në Durrës. Artën Haradini e kanë qujë zyrstare në Lezhë, dhe këtë Pukjanin e kanë qujë zyrstare në Shkoder. Pra, kështu është bo. Dhe më ka thonë mu e Bujar Hoti, mi ka këcy lekt, ka thonë që puna, ti do të denu është të djetë, s'kam shka të bajtë. Ty të ka denu tjetër kush e hurë, dhe si vendosi gjykata? 8 vjetë burg. E sa bot ju? 5 vjetë e 4 muaj. Pse keni bërë 5 vjetë e 4 muaj? 5 vjetë e 4 muaj bona burg, jam liruar me shërbim prove. Në cilin vit? Në 2014. Pas ai ikët në Francë? Po, atë i ka për herë. Pra, kjo,
Kjo është një Po intrigë. ju në Francë keni azil politik apo? Jo. Jo, thjesht emigracion. Okej. Tani, për ta mbyllur, nëse keni një gjë për gjitha këto që ju rrëfyet, nuk e di nëse ke diçka që për t'i dhënë fund kësaj interviste, këtij rrëfimi, këtyre dëshmive? Jo, unë nuk kam asgjë, vetëm kam për thonë, domthon kam më shtu, po kam me thonë që në Partinë Demokratike persona kanë të dilshin unë do thëmë, kur nuk kam asnjë fotografi me asnjë antar drejtues Partisë Demokratike se e kam pas profes me më bon fotografi, jo që ishte turp, po mos me thonë ata që po dalë fotografi e përdor Barami si që përdorshin shumë tjerë, si kunati shoku Xhumal Timamen, atë që jam kunati këtu, kam dalë fotografi me Berishën, kam përdor edhe tjerë që kanë dalë tu. Pra do me thonë, nuk i kam bon këto. Përveç ato fotografi që i kam pa vonë, që më kanë bon nga detarja, nga shtëpia e një personi përballë aty në miting, që i kanë bërë të foto dhe mi kanë treguar thonë që para ku je, kur nuk kam dalë fotografi me asnjë, jo pse është turp, po s'kam dalë, mos më thonë ata, para Mustafa përdor fotografin për mos me malu policia për gjë. Okej, zoti Mustafa, unë të falenderoj për këtë rrëfim, shpresoj që të kenë kjo bisedë të ketë dhënë gjëra të reja dhe të ketë interes për opinionin publik, dhe besoj do ketë interes për opinionin publik. Unë të falenderoj dhe të uroj shëndet dhe mbarësi në jetën tuaj. Faleminderit ju, unë përthëm du t'jenë sigur se të flasin edhe mirë, edhe keq njerëzit mu se më interesën. Kjo është e vërteta, unë betohem Zot, e në çfarë kam shtajt, ju përshnes, Zoti ju rujt edhe punë të marë. Falenderit, zoti Mustafa. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot nga Ura Lançafoku, mirupafshim.